Përshëndetje. Përshëndetje. Mason Meksi. Ky shtrëngimi duarve është shtrëngimi... Tashmë është bërë shumë virale në rrjetet sociale, tashmë me hyrjen e teknologjisë, me hyrjen e rrjeteve sociale dhe gjithë zhvillimi teknologjik, sigurisht tashmë çdo gjë është bërë shumë evidente dhe padyshim janë disa simbolika, sepse kemi thënë që masoneria e lirë është e lidhur ngushtë me simbolikën, me simbiotikën, për hir të mënyrës se si ka funksionuar dhe se si është organizuar në kohë, dhe sigurisht masoneria është krijuar në periudha dhe në kohrat më të egra, dhe prandaj pra kohë të vështira krijojnë njerëz të mëdhenj, të cilët vendosin për fatet e gjërave duke punuar fort pro humanizmit, si në rastin e masonerisë së lirë. Këtu jemi në Dark Hotel dhe Dark Hotel ka këtë gjarprin që e ka pasuri të vetën, që është... Një gjarpër piton. Piton, është gjarpër piton. Që është bërë një byzylyk në dorën tënde. Sigurisht, sepse është tipologji gjithmonë e gjarprit, që ai madje do me thënë gjithmonë të matë, madje në filozofinë. Gjarpri lidhet të ngushtë me pjesën dhe ton të traditës tonë të shqiptarëve. Tani unë do i heq syzet. Prezantimin ta bëra Mason Meksi, jo pa qëllim nga që ti je aq identifikuar me masonerinë, sa emri yt Marin mund të zvendësohet shumë mirë me emrin Mason. Në fakt kemi me Marin Meksin. Tani u përpoqëm të hapim të shishen e verës, por na u thy aksidentalisht, ishte ca e but vet. Apo forca jote fizike? Ndoshta të dy alternohet, më lejo. Dhe shpresoj mos ke ndodhur gjë brenda, mos ke të hyrë xhama brenda, por gjithsesi do me thënë, ajo u hoq si pjesë integrale, kështu që u hoq si copë dhe nuk besoj se ka pasur. Jo, me thënë drejtën, asë mua s'ka hapur, kështu që nuk e lidh shumë ngushtë vetëm me forcën, por ishte ca e but vetë. Ishte ca e but vetë, gëzuar. Mirë se erdhe Marin Meksin. Në Close Friends vinë miqt e ngushtë, por edhe ata që kanë qenë, ata që janë dhe ata që do të jenë. Ti në fakt jenë nga ato miqt e ngushtë që ke qenë. Mbi 20 vjet miqësi. Që njihemi. Me vërtet.